Është arrestuar prej rreth 2 muajsh në Arati 49 vjeçari Daud Laze, i cili u aratis nga burgu i Shënkollit në Lezhë më 4 shkurt të këtij viti. Laze u lokalizua dhe u arrestua në zonën e Astirit, ku edhe banonte. 49 vjeçari është shprehur se gjatë gjithë kësaj kohe ka qëndruar i fshehur në Tiranë, kryesisht në Fresk, Kombinat dhe Astir. Laze ka deklaruar se duke përfituar nga muaji Ramazanit, është fshehur në xhami dhe se e kanë fshehur besimtarë të ndryshëm. Burime nga policia kanë konfirmuar se efektivët e komisariatit numër 6 prej 2 javësh ruanin banesën e Lazes në Astir, pasi kishin informacione se ai do të shkonte në banesë. Daud Lazi ishte arrestuar në nëntor të vitit 2021 për veprën penale të dhunës në familje. Në nëntor të vitit 2024, gjykata e Tiranës i kishte caktuar masën e mjekimit të detyruar në një institucion mjekësor. Më 4 shkurt 2025, gjatë ndërimit të turneve dhe kryerjes së apelit në institucionin e posaçëm mjekësor, u konstatua mungesa e tij. Sipas autoriteteve, Laze kishte shfrytzuar momentin për të larguar nga rrethimi i institucionit, duke ka përcyer muri në anën jugore të burgut. Policia e shtetit e konsideroi Lazen si person me rrezikshmëri shoqërore dhe ofroi një shpërblim prej 10.000 eurosh për çdo informacion të vlefshëm që do të çonte në kapjen e tij. Pas arrestimit në Astir, autoritetet do të vijojnë me procedurat për rikthimin e tij në institucionin përkatës dhe për të hetuar rrethanat e arratisjes. Si përgjegjësh për arratisjen e 49 vjeçarit, gardianët Gjin Doka, punonjës shërbimi në Kupol, Mark Nikolli, punonjës në sektor, janë në hetim dhe u caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi nga gjykata e Lezhës. Ndërsa ndaj Zhaneta Mellas, operatore e kamerave të sigurisë, është vendosur masa e sigurisë detyrim paraqitje.